Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 23. Data 23 tetor shënon një ndikim ndryshe nga çështjet astrologjike dhe fenomenet. Do të thotë që kjo datë kalon me ndryshimin e madh dhe mundësi të arta që jepen. Dielli kalon në shenjën Akrepi dhe fillon ditëlindja e shenjës së Akrepit në shtëpinë e 8 të zodiakut. Duket se në shenjën e Akrepit dielli po me një kënd shumë të rëndësishëm që formon dhe Mërkuri, juve keni shumë planete në shenjën tuaj dhe Akrepi është dhe ka një muaj mjaft të rëndësishëm, një muaj të mbar përsa i përket akrepëve ku do ndodhen në Shqipëri apo në diasporë, sepse fillon muaji i tyre nga data 23. Dhe kjo do të thotë që është momenti dhe mundësia nëse keni takime, bisedime, çështje të rëndësishme. Dita e nesërme është edhe një ditë që favorizon shumë shenjat e ujit, siç jeni juve, siç është Gaforia, siç janë dhe Peshqit të 10 diçit parë të 10 diçit të tretë. Kurse përsa i përket akrepëve të 30 diçit kanë ndikime dhe ndryshime të njëpasnjëshme në fushën e karrierës dhe jo vetëm. Përsa i përket një çështje që mund të realizohet ose mund të bisedoni nga ora 12 e tutje, ka diçka shumë të madhe në vëmendje ose në ndryshimet e veta ku momentet janë ata dhe koha që ka të bëjnë pas orës 12 është një orë shumë e përshtatshme dhe një mundësi mjaft e mirë mbi stabilizimet edhe konkretizimin e një lidhjeje apo një bisedimi shumë të rëndësishëm, sepse ka një vlerë shumë të madhe, një të ardhme të afërt. Përsa përket çështjeve që kanë të bëjnë me udhëtimet, me bisedimet, marrni dokumenti të rëndësishëm, kjo ditë favorizon jashtëmase. Prandaj bini pas, sepse ka të bëjnë shumë me anën ekonomike financiare, ka të bëjnë shumë me disa ndryshime dhe mundësi që mund t'ju jepen. Pse jo, është një kohë mjaft e mirë, sepse dita e njëjte është një ditë që do të jetë një kohë mjaft e rëndësishme, do keni mundësinë për të zgjidhur problematika të ndryshme, do keni mundësinë për të arritur atij qëllimi, asaj mundësie që juve e keni shumë kohë që e prisni, mundësia ka ardhur, juve jeni gati që të bëni gjërat e duhura. Kjo është çështja. Unë them po, e keni mundësinë, prandaj bini pas, mos e lini pas dore. Tani, para se të fillojmë parashikimin e 12 shenjave zodiakale, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar, ku do ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe jeni në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, kemi faqen roz, shikoni atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar mbi gjërat që juve kërkoni dhe dëshironi. Duke zgjedhur paketën tuaj, numër përkatës të blerjes, shkoni tek sekretaria. E shikoni atje dhe duke klikuar dhe është e kuadrati vogël aty blu, plotësoni të dhënat atje dhe pastaj jeni gati për të bler paketën tuaj dhe për të folur bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skypeit. Por ju që doni që në kohën që neve jemi live dhe doni të dërgoni mesazh si çdo të mërkur jemi live, ju e dini, dhe atje pastaj duke par atë butonin e shikoni atje, e klikoni, ndiqni hapat, pastaj bëheni gati për të dërguar mesazhin dhe pastaj drejt për së drejti lexoj mesazhin tuaj për pyetjet që juve keni, pra pyetje përgjigje. Tani pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë që do thotë shenja e Dashit. Për ju të kësaj shenje duket se koha ka ecur shumë, jo ka ndaluar. Për juve të kësaj shenje është dhe momenti i duhur mbi çështjet e mëdha, në lidhje me financa, në lidhje me takime, bisedime, gjëra të ndryshme që mund keni, sepse është koha juaj dhe momenti më i mirë i mundshëm i qenë ndonjëherë. Duke pasur parasysh edhe pse keni pasur disa problematika të ndryshme, edhe pse keni pasur disa çështje që nuk kanë qenë të zgjidhshme, por vjen një moment tani, një moment mjaft i mbar në lidhje me takime pune, në lidhje me çështjet që ju e keni, sepse duket e keni të gjitha gjërat në vijë dhe kjo do të thotë që është koha juaj për të parë se çfarë do të bëni në vazhdimsi. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me virgjëresh dhe me ujor duken të mbara. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek shenja e radhës, kjo do të thotë shenja e Demit. Por ju të kësaj shenje, meqenëse se keni pasur çështje të lëna pezull në fushën e karrierës suaj, duket se plotësohet një dëshirë shumë e rëndësishme e datës 23, ku është edhe momenti, është edhe koha e duhur e ditës së nesërme për të bërë takime dhe bisedime të rëndësisë të veçantë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me Bricap të 10 diçit parë, me Virgjëresht të 10 diçit të dytë, është koha më ideale dhe më perfektja në anën tuaj. Por një bashkim familjar duket se është me peshk. Pse jo? Me një shenjë uji me shenjë toke kanë dhe mundësinë dhe çështje të rëndësishme që mund t'i zgjidhni tani e tutje.
Do vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë që është mjaft pozitive dhe argëtuese në anën tjetër për sa i përket mundësive, që është shenja e binjakëve. Por ju të shenjës e binjakët duket se kanë disa gjëra që duhen t'i zgjidhin pikërisht tani, kur është momenti juaj dhe koha që përshtatet me ekonominë, përshtatet me gjëra dhe financa të ndryshme që do të keni, por vjen një moment tani, edhe pse juve keni gjërat në vijë dhe nuk është diçka problematike për sa i përket çështjeve, për sa i përket ekonomisë, për sa i përket marrjeve vendime të rëndësishme, sepse marrjeve vendime të rëndësishme ka të bëjë shumë për juve, po merrni nga mbas orës 11, sepse është një orë shumë e rëndësishme për periudhën dhe për kohën. Lidhjet, duket se me akrep të 10 ditë parë dhe me peshk, është idealja. Vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë shumë e rëndësishme, do shkojmë tek një shenjë që vërtet ka ndikimin, ka mundësinë dhe çështjet e rëndësishme që vijnë tek juve, që do thotë shenja e gaforeve. Po, është momenti, edhe pse me disa debate, me disa çështje vështira që ju keni pasur në jetën tuaj, por kjo nuk ju pengon, nuk ju brengos fare, sepse është koha, është momenti më perfekt në lidhje me takime pune, në lidhje me disa ndryshime. Këto janë ndryshime të njëpasnjëshme në lidhje me takimet e punës, lidhje me një çështje madhore ekonomike. Në ekonomi nuk e diskutoj, nuk e vë ndryshim, sepse kjo periudhë është periudha juaj, kjo periudhë është një periudhë që vërtet juve synoni larg, dhe kjo është shumë afër për t'i arritur atij qëllimi që keni në fushën e punës dhe me të drejtën tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me Dem dhe me Akrep duken të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, tek një shenjë shumë e rëndësishme që jep mundësi në ekonomi, por jo vetëm, që kjo e ka emrin Luani. Luani dashur, momenti që është tani, është një mundësi mjaft e mirë, një mundësi që ju keni dhuntin në fakt në lidhje me punët e juaja. I dini shumë mirë se ku juve mund të lëshoni pa, e dini shumë mirë ku juve doni që të arrini në finish për sa i përket punës aktuale, për sa i përket një ndryshimi dhe një ndikimi shumë të madh që keni tani tutje. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me Dem të 10 ditë parë, me Ujor të 10 ditë tretë, që është perfektja dhe mundësia që do të keni tani tutje. Vijojmë tek shenja e radhës, tek një shenjë shumë e rëndësishme, ku gjithmonë thuhet që aromet e mira janë shishe të vogla, që kjo do thotë virgjëresha. Për virgjëreshat është shumë e rëndësishme, ku gjërat që do të ndikojnë tani tutje, është një mundësi, është një kohë shumë e përshtatshme, ku juve do nisni një punë që kjo punë vërtet është e lodhshme, vërtet mund të mos ju lëri fitime në farë mënyre, por përfitimet të ardhmes janë shumë të mëdha, sepse do bëni emër në punën tuaj, në jetën tuaj e në vazhdimsi, duke filluar nga kjo ditë, pra data 23. Bini pas se do më kujtoni ka diçka shumë të madhe, sepse shenjat e tokës gjithmonë vuajnë, por në fund dalin faqebarë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me bricjap dhe me kafore, janë të mbara. Do vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë ajri me vendosmëri dhe mundësi, që kjo do thotë peshorja. Për sa përket peshoreve, me kësaj peshoret duket se kjo periudhë është një moment mjaft i mirë, një moment që do të keni ndryshime dhe marrje vendimesh të rëndësishme. Në kohën e dur, në momentin e dur, ku gjërat janë pozitive, ku gjërat kanë të bëjnë me ekonominë, kanë të bëjnë me stabilizimin, kanë të bëjnë me kuptimin e plotë të gjërave. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me Dem të 10 ditë parë dhe Ujor, duke të mbara një vëmendje të vogël do të bëni me disa takime të rëndësishme që do të keni nga dreka e tutje, ku gjërat janë pozitive dhe mundësitë janë të arta. Vijojmë tek shenja e radhës, tek shenja e ditës dhe e mundësive, e kohës, e gjërave dhe shumë të rëndësishme që do thotë shenja e akrepëve. Për sa përket shenjës së akrepit, me kësaj akrepët gjithmonë luajnë një rol shumë të rëndësishëm në jetën e përditshme të punës së tyre, por duke pasur parasysh është koha tani, është një kohë shumë e rëndësishme, sepse duke pasur parasysh çështën e komunikimit, duke pasur parasysh disa gjëra që juve i keni pasur me probleme më përpara, ishte pamundur të zgjidhni problemet e juaja, por vjen momenti tani, një moment shumë i mbar në lidhje me anën e punës suaj, në lidhje me një çështje
mjaft delikate e zgjidhni pikërisht tani dhe vjen një vendim shumë i rëndësishëm për juve duke pasur parasysh anën e punës dhe karrierën tuaj. Me karrierën sidomos është një periudhë mjaft pozitive. Në fushën e dashurisë është një ndikim shumë i mirë nëse keni mundësi, një shkëmbim unaze apo diçka të kësaj natyre, mund ta rregulloni, realizoni shumë shpejt. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shigjetari. Përse përket shigjetarëve, meqenëse shigjetarët tani për tani nuk ka vend për të shqetësuar, sepse kjo periudhë është periudhë mjaft e mirë në lidhje me ndryshimin e madh, në lidhje me vendimet që do bëni, në lidhje me disa takime që mund keni në anën ekonomike financiare, në biznese sidomos, është një kohë shumë e mbar. Është një moment shumë pozitiv, i përshtatshëm në ekonomi, i përshtatshëm për gjithë gjërat që doni të bëni, por koha tjetër është momenti, është një periudhë mjaft stabilizuese, konkrete në ekonomi, por gjithashtu ka të bëjnë me disa çështje madhore financiare, me biznese dhe gjëra që do të diktojnë, do të ndikojnë në anën tuaj më të mirë të mundshme në lidhje me çështjet e punës suaj dhe një punë e dytë që është më së mundur të realizohet kur koha ka treguar që ju jeni me shumë fat në këtë aspekt, por njëkohësisht keni edhe çështje të tjera që mund të keni ndikime shumë të mëdha, çështje pozitive, mundësi të arta ekonomike dhe disa gjëra të tjera që do të ndikojnë tani tutje ku do të shikoni edhe vetë gjëra të ndryshojnë në fushën e karrierës suaj, në fushën e biznesit tuaj. Prandaj vini pas, mos u shqetësoni fare se gjërat do shkojnë shumë mirë dhe jo vetëm. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dashjet e dhjetit parë, me peshorët e dhjetit të tretë është perfektja. Shkojmë tek shenja e radhës, shkojmë tek shenja toke tani, tek britsjapi. Përse përket britsjapëve, çfarë ndodh me britsjapët dhe ku britsjapët kanë gjëra që do të ndryshojnë në fushën e karrierës së tyre, do ndryshojnë në gjëra të mëdha financiare biznesi dhe në lidhje me disa mundësi të arta që do të kenë tani tutje. Kjo është një periudhë mjaft e mirë dhe tepër pozitive. Është momenti dhe koha e duhur për të bërë zgjidhjen e duhur në ekonomi dhe në stabilizime. Në lidhje me disa takime shumë të rëndësishme juve se britsapëve, mundohuni që të jeni sa më korrekt me njerëzit që ju rrethojnë, sepse keni diçka shumë të madhe për t'ju treguar dhe për të arritur në atje ku dëshironi juve, sepse disa gjëra mund të mos jenë ashtu siç ju i prisni, por ka kohën e vet, ndryshimin e vet përse përket anës ekonomike financiare, përse përket mundësisë që do t'ju jepen dhe kohës që ju e keni në dispozicion. Ana shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë, lidhje që do të thotë me gaforet e dhjetit të parë, me peshkët e dhjetit të tretë, më duket se me peshk sidomos është një moment shumë i mirë e tepër pozitiv për të parë se ç'do të bëni në jetën e vazhdim. Nuk përshtohet mundësia për juve që keni një njohje dhe mund të kthejnë lidhje serioze duke filluar nga data 23 tutje ku gjërat janë krejt ndryshe dhe shumë pozitive. Shkojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë mjaft pozitive, një shenjë ajri ku jepet mundësi por dhe ndryshime që do të kenë tani tutje. Kjo do thotë shenja e ujorëve. Ujorët kanë disa mundësi tani, këto mundësi mund t'i shikojnë se si mund të veprojnë në lidhje me takime pune, në lidhje me shumë gjëra që do keni mundësinë e gjërave të mëdha në anën ekonomike, në lidhje me disa çështje të tjera, biznesi, që ju e keni lidhje me biznesin më tepër, sepse kjo lidhet shumë me anën e pozicionimit të planeteve në kohën e duhur, momenti që ju e keni është momenti më i artë i punës dhe i karrierës, por dhe disa ndryshime të tjera që janë të gjëra të papritura, ku do të ndikohen në fushën e biznesit dhe të karrierës suaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me akrep të dhjetit të parë, me gaforet të dhjetit të tretë, duke se gjërat janë mjaft pozitive dhe pse jo i keni të gjitha gjërat në anën tuaj dhe mund të realizoni ashtu siç juve dëshironi, sepse ka të bëjë shumë me takimet, me kontaktet dhe me bisedimet që do të keni. Në një lidhje problematike që keni pasur para disa kohëve, që do thotë me virgjëresh, mund ta zgjidhni pikërisht në këtë ditë, sepse është ditë shumë e mirë kjo e sotshmja, datës 23, kuptohet. Dhe ka diçka shumë të madhe në lidhje me një çështje e largët, por është shumë e afërt që është me demb ku mund të bini në ujdi dhe të gjini zgjidhje mbi dashurinë e munguar. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë nuk është rastësi,
ku intuita juaj zhvillohet më tepër, ku juve keni edhe mundësinë që të rregulloni disa gjëra, ku ka të bëjnë shumë me punën, ka të bëjnë shumë me anën ekonomike dhe në lidhje me disa biznese shumë të rëndësishme që keni tani atutje. Kështu që nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në këtë drejtim, në këtë aspekt është momenti më i mirë i mundshëm i juaj dhe koha ka treguar që gjërat të vinë mbar, gjërat të arrihen në atë që doni juve, sepse duket se mundësit janë të mbara dhe koha është për juve. Prandaj bini pas juve të çështjeve peshqeve se është koha më e mirë e mundshme për stabilizimin dhe çështjeve të mëdha financiare të biznesit tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me binjak të ditës së parë, bricap të ditës së tretë është perfektja. Këto ishin pak a shumë për sa i përket pikërisht kësaj date, të datës 23, tetor të 2025. Para se të ndajmë bashkë, unë kujtoj edhe një herë për të gjithë juve të shikues të nderuar, kudo ndodheni në Shqipëri apo diasporë dhe jeni në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astro.al faqja Rose shkon atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar mbi gjërat që doni dhe çështjet që ju keni, sepse është koha dhe momenti që ju dëshironi për sa i përket ekonomisë, për sa i përket dashurisë, për sa i përket ndarjeve që keni pasur, kur është koha më e përshtatshme për të bërë diçka dhe për të përfituar diçka nga planetet. Atëherë i keni të gjithë aty, duke bler paketën tuaj dhe numrin përkatës të blerjes, më pas flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skypit. Për juve që doni që në çdo kohë që neve jemi live dhe doni të dërgoni mesazh, këtu atëherë keni te butoni, e klikoni, e shikoni, ndiqni hapat me radhë dhe më pas bëni gati mesazhin, e dërgoni në kohën që jemi reprezentati dhe merrni përgjigjen. Nga unë Pulla, ju uroj një ditë të mbar në çdo drejtim. Gjithë mirat.